fjalë nuk kam Alba fuqi më brëndja, kuptoje. Se je duke i dhënë vëmendje, je duke i dhënë rëndësi njerëzve që më kam prek familje, moral. Vetëm për loj. Nuk kam Alba fuqi. Nuk jam Alba si atëherë. Edhe prapë edhe atëherë edhe dola. Vetë me vullnetin tim se s'po e duroja do të më. Lutem Dalo, mos e bëj më. Dalo. Karë këtu të regohet playboy, se fjale po i tregon publikut se kjo është playboy. Kjo që u bë më close relationships. Kjo që edhe kur ja gjitha të rastin mundosh të ta justifikon të vetën, të arsyeton të që ajo s'është e vërtet. Ky playboy. Nuk ka mo. Nuk dua mo. Nuk e dua më këtë gjë. Nuk e dua. Nuk e dua më këtë gjë. Se kupton ki. Nuk e dua më këtë gjë. Ki se kupton. Do në tregohet playboy, kurse kur e ka bën tradhti për jashtë, mund është të arsyetonte, edhe të dëshmonte fjala s'është e vërtet. Kjo që kishte frikë për meje, që e kuptova që ka të tradhtu. Kjo më bët si playboy fjala mua këtu, para tjerëve, para publikut. Kjo se kupton që pikëbërjet e këta gjëra këtu, nuk e kupton ky. Që s'mundem, nuk e kupton. Kjo nuk e kupton. Dalo, Dalo, Dalo. Dalo se kam pas shumë të rëndë. Me që të vjetë unë pyse si jam shkon të tjerat edhe të tjerat. Bën mua betet bukra. Për karriere, për biznese edhe për inqizime, për gjëra. Dalo. Se duke folë me njerëz që më kanë lëndu edhe pse se kam shfaq. Duke folë me njerëz që më kanë prek familje, raporte familjare dhe moralin tim. Çfarë do të them, Gert? Çfarë do të them? S'ti asun. Nuk mundem më të njëjtën gjë. Nuk erdhi mund pyse si jam, si s'jam. Shkoj nisi me femra tjera të bëja muhabet, me femra që më kanë prek morale, më kanë shajte, më kanë prek edhe familje. Ky do vazhdoj lojrat e veta si playboy, e di unë se në publik shu e nxjerr vetën ky playboy. Ky që kur ja zbulova tradhtin, nisi të më justifikohet, më arsyetohet, jo s'është e vërtet, kishte frikë për meje, se do i largohesha për punën e tradhtisë. Ky që kur i gjeta foto me femra në plazh, nisi zemra shpirtit të dua shumë, mos më le. Vjen këtu bëhet si playboy vetëm për loj. E di unë çfarë do bëj këtu, ai se kupton peshën e asaj që do bëje këtu. Ai se kupton që s'mundem, mo. Nuk jam si atëherë fillim, që e kuptova se fjala pa e bënte se kishte rënë dakord me disa gjëra para se të njoh mu. Edhe prapë se përballova, dola ditën e 45. Këtu, tani, ai e di sa e vështirë ka qenë për mu 2 muaj. E kuptoj për përndaj, unë të thash e dje. Ama ai është i Zoti, e kupton, ai e din se ç'a po bën. Ai unë të thash, ai është fenomen. Ai edhe finalen ka për ta fitu, më beso, është fenomen njëri. Ama unë nuk mundem. Fenomen është vetëm ti, Alba. Unë nuk Se vetëm fenomen s'më zhduk deri tani. Ke për ta pasë, akoma janë ditë e para, më beso. Ama unë nuk mundem. Çfarë prit ai, që shkoj të bëj skenat si kam bërë më përpara, se vërtet ndjeja. Se doja t'i thoja mos. Nuk jena mos si fillim, kena reflektu. Po mirë, e vë qik, e mendon pse po ta bën këtë?
Po e di çfarë po bën, ai do t'i tregoj publiku që ai është playboy, se këtë imazh e ka lënë ai te publiku, ai nuk është playboy. Po ti a thu që ai të do? I ndalë logjikisht shumë fort disa gjëra, se jam unë budale që e kam toleru në fillim edhe mendon sikur do mundem ta përballoj prapë. Ai nuk e kupton peshën që do të bëje këtu. Unë kam përshtypjen që ai e kupton shumë mirë. Unë nuk Ky është mundem. problemi, që ai e kupton shumë mirë. Unë nuk mund. Ndoshta e ka kuptuar që fjala unë s'ka shanse kur të largohem nga ai, edhe ndihet comfort zone me mua për t'i bërë këta gjëra. Se fjala është i sigurt që unë si largohem asnjëherë. Ama unë nuk mundem, unë për zotin, unë po e bashkë bëri në një gjestë me një femër këtu, unë nuk e di. Ai se kupton që realisht... Duhet për vete, ha, o Si? Alba, duhet të mendosh për veten tënde. Po me mendoj për vete, po Ai o mbyllë këtë Gerta. histori. Po, mendova se e kam mbyll. Po zemra s'mbyllet. E di që mbyllet zemra, po tani do t'tregosh pak edhe efort për veten tënde. Ore vlla, për hir të respektit atër që ka për mua, ke shko bëj loj, po më shko ti hapësh atë lloj afirmiteti, atë lloj komunikimi edhe para syve të mi, sidomos personave që mu më kanë lëndu. Po pra, Se më kanë prek se po familje, më tregon kanë që s'ka prek... respekt për ty dhe ti duhet të reflektosh në lidhje me këtë histori. E din ai se çfarë bën, e din. Ai e din shumë mirë Ç'do se të çfarë këtë lloj bën. njeriu? Që të E një du- njeri që E du s'respekton? me shpirt, po Ose të bën për jashtë lojra, am respekton. edhe të lëndon. Për Nuk jashtë të am lëndon vetëm respekton. privatisht, po të lëndon dhe publikisht. Po, E mendon pak? po, prandaj ky se kupton këtë pjesë. Ky Jo, nuk e duhet ta kuptosh kupton. ti, ai le mos ta kuptoj. Ai veten vraft. Ti për veten tënde duhet ta kuptosh. Që po i bën dëm vetes. Për një njeri që nuk e meriton. E dua. E dua. Çfarë lloj dashurie është kjo? Këtë di Gert. Vetëm me di që... Edhe ai normalisht do ketë lojën e vetë, do i bëjt gjërat e veta, po o idiot, mos e bëjt paktën me ata që më kanë lënduar morale dhe familje. Kur mi përmendin fjalët. Këtu. Edhe pse s'kam reaguar në një gjë të madhe, as jam viktimizuar, as jam bën, po unë jam njeri që lëndohem, pa kur më thuhet shpeshherë. Llafe të tilla. Edhe pse s'është e vërtet, prap më lëndon. E din se kur është ajo pjesa që tenton me nxjerr keq, e kupton? Se edhe preket e diçka që më merr malli, kam mall, prap s'jam viktimizu. Benita më ka shajt raportin tim me familjen time, më ka nxjerr sikur jam monster unë për familjen. Unë jam lëndu, se më ka marrë malli. Toni u lëndu, qajti i bëri, u bë situata që u bë, unë se kam shfaq. Nuk e di. Unë e di, unë ma merr mendja që të ndodhe, e di. Edhe nga që e di që tani, prandaj, po... Nuk e di. Është shumë e zoti, edhe mu më nxjerr keq, sikur unë jam e fiksu ma i, jo? Ama unë nuk di shkoj më mbrapa si i kam shku. Se fjala unë të kuptoj, mirë kuptoj deri me një pikë edhe pastaj se përballova dot më. S'ka më, as më minimalja. Është shumë keq kur e di realitetin, edhe po bëhet loja. Është shumë keq, është shumë e vështirë. Është shumë keq të Me një pranosh person gjëra të dashnie. tilla, Alba, dhe ta justifikosh akoma. Ta justifikosh për lojë edhe për lojë. Një Prandaj njeri që bën lojë në publik, hajde herën e parë se po thua që pas ka Po, pasur X marrëveshje ku dëgjon. Po tani, Po pra tani, kjo do të thotë që ai s'ka respekt për ty. po fare respekt s'ka për Atëherë mua. pse qanë për atë njeri? Po se unë jam e lëndume. Nuk ka lidhje se qaj se do E ta kuptoj. justifikoj. Thjesht unë jam e lëndume, se di se çfarë do ndodhe. E di. Prandaj dola ditën e 45 dhe doja ta parandaloj diçka tjetër që mund të ndodhte. Mund. Se prapë se ti sigur ta do ndodhte. Jam e sigur që s'do e bën tash ekstremisht, po Ke ardhur nisi. deri këtu, Alba.
e ndihmova, kuptimin që ai s'ishte prezent gjithë dhe ju kam thënë për atë fjalët më të mira që të din ta kem parasysh. Mbrëm e di që ishte larg familjes, larg kujdesit mamit vet, se mami vet kujdeset shumë për atë kur jeton vetëm, edhe kur ka pas ditë që ka qëndru vetëm, që kam shku në struk për shembull. Kujdeset me të lame, me të shplame, me peshkira, me të ngrëme, me të pime, me gjitha. Ishte duke flet, bënte në fakt sigur flete, ja çova me peshkir, me brushën e lakalutit, shplarsin e gojës të lakalutit, kolinozin lakalutit, i qova mentet, karamelet sa i përdor shumë për aromatizimin e gojës, shplarsin e përdor shumë, i qova edhe një ujë. Unë grejt këshumë, pa ika, nuk e fola. Se thjesht e di që i mungon mami vet tani këtu, pasërtira nga mami vet, për kujdesi mamit vet kur është vet. S'më bëj mu lojra këtu, se ai se kupton, ai është mësu herën e parë, me do se edhe herën e dytë. O Alba, po i thu me gojën tënde të gjitha. Me gojën tënde po i thua. Po pra, ai mendon se do i toleroj edhe si herën e parë, nuk ka më si herën e parë. Jo pra, edhe unë them jo, nuk do e bëj. Por ama duhet mendosh dhe për veten tënde. Nuk do e bëj, nuk do e toleroj si herën e parë. Vetëm mërzitem se e di se që mundon. Po e di që mërzitesh, absolutisht, se prandaj po flas me ty, se e di që mërzitesh, e di që s'është situatë e thjeshtë, është situatë shumë e vështirë. Dhe kam që dje që jam, në qoftë se e kem vënë re, që direkt kam fol edhe kemi komunikuar bashkë. Pikërisht e kuptoj çfarë situatë ndodhesh. Edhe është shumë e rëndë. Por çështja është që ti duhet mbledhësh veten. Ti ke ardhur deri këtu tani. Nuk mund ta hedhësh poshtë për një njerëz që nuk të respekton. Jo, nuk e jo që s'të respekton, po në një farë mënyrë po të vënë në lojë publikisht. Po. E vërtet. Të kujtoj veten. E vërtet. Shit lojën tënde, injoroje, mos e llogarit fare, le të bëj çfarë të doj. Fundit ai veten e vet tregon. Nuk është puna, shiko, nuk më intereson mu që ai dale keq në publik, pa shatë zot. Nuk më intereson. Pse? Nuk e shoh si konkurent. Si konkurenti. Nuk ka lidhje, nuk e kisha fjalën në çështjen e konkurrencës. Nuk më intereson kjo pjesa si del publikisht. Në raport konkurrencës. Edhe nuk më intereson unë e dal veten. Pra, në një farë mënyrë duke u sjell kështu me ty, ai po tregon karakterin e vet. Kundrejt meje, po. Çfarë prish punë ty? Unë lëndojmë, se di që lëndojmë, sa e di që në jem alba e vjetra që do e toleroj, po unë nuk e toleroj, dhe që se ka kuptu. Po le të mendoj që doj ai. Edhe prandaj do shkoj t'i bëje. Ai të mendoj që të doj. Edhe prandaj do shkoj t'i Ti mos bëje. të merr me qa mendon ai. Po ja di truri. Po mirë pra shumë mirë, po s'të intereson kjo pjesë fare, iqe. Ti mendo si ta përballosh këtë situatë që je tani. Ai ka arsitu të bëj playboy-n. Si është shfaq vetë në rrjetet sociale, televizion, edhe pse në jetën reale nuk është bashkë ashtu. Kjo gjë sigurisht që do të lëndoj, po ti mos e shfaq. Edhe do të pasha bësh efort për zot veten si ka tënde. fol fare. Vjen aty ku jam unë, hedh në një gacpim në një gjë, vetëm e shoh. Se dia beson dy Gerta. Kur ishin te formati vjetër, ata na ankoshin non stop. Ore, ç'a keni ju që shifeni sy 2-3 orë, ne me sy flasim me njëri tjetrin. Pasha zote dy Gerta, që kur më shef sy dhe shoh sy, unë e di që ai e ndjen veten që do të vite unë, po edhe e di që do të bëj lojën. Edhe ai ka për të bëj lojë playboy këtu, unë e di këtë gjë. Edhe vetë se e ka nisë. Unë e di këtë gjë që ai do të bëj atë lojë. Do tentoj ta bëj, sa do i funksionoj unë nuk e di. Ama do tentoj ta bëje. Për ta tentu do tentoja. Ose funditës mund krijoj vërtet një histori dashurie me ndonjë tjetër, okej, patshit fat. Ama ai se kupton që kur dalim prej këtu kësaj radhe s'ka më. Se kur dalim prej këtu s'ka më Alba në rast se i bën ata gjëra. Nuk ka më Alba. Po pse ti edhe sikur mos i bënte këto, fakti që ai s'u ndje 2 muaj, s'të tërgoj dhe vjen, futet në format, i jep dorën si gjithë tjerët. I bëra ndarje për të publike. falur? I bëra ndarje publike. Nuk do të thot ai zemra shpirti mua aty. Këtu i jap drejt. Ama edhe 2 muaj që s'ka fol, e kuptova tani pse. E kuptova.
Ai kështu tipi është, ai të teston në limit, ai është surprizues. Nuk po e shef realisht situatën. Besoj ju Gerta, se edhe para se të futemi prej këtu, ma thoshte shumë me mërzi edhe me all. Qa na bore kështu, do futesh aty, me siguri do kryosh në një histori dashurie me ndonjërin që të shkosh në finale, ishte i mërzitur kur i thonë të këta, i thoshte në mërzitje sipër. E unë i thash, ore ti unë do futem aty, do ta dëshmoj kush është Alba. Që realisht nuk është ashtu, do shkret jem vetvetja. Se unë e shkryta kontratën, kur bëm një ndarje, u këthy pas 4-5 ditë dhe ishin 3 javë problematike. Hypset vrava, zbritset vrava, tradhtia, gjërat, problemet, e kupton? Thash punë e madha, hajtë do hyj me një rast edhe ai më shef mund ta mam se kush e Alba. Sa herë ke falur tradhtin, Alba? Ata 3 javë ishin, nuk e di. Sa herë pra ke falur tradhti dhe ai? Një herë po. Përveç asaj programe. Aty në program realisht nuk është e ga bot tradhti, se ishte ajo pjesa e lojës, se nuk shkoj të puthet me në një femër tjetër ose të bëjes, edhe ajo pjesa e dyshekut ishte komplet lojë. Unë e kuptoja gjë, edhe pse më kapi tensioni se normalisht nuk e pranoj dot. Ama për jashtë, Mirë, të meriton të një njeri që të tradhton? Ama, në Gerta, 1% i me ishkujve ka ngel që nuk tradhtojnë. Ua? Gerta, gjithë tradhtojnë thjesht, unë edhe kur e kam kuptu, kur e kam zbulu vetë, ka gjithë arsyetimet më maksimale që thotë së është e vërtet, ky që në mbajt këtu si playboy. Në rrasë është ky playboy, nuk i intereson në rrasë e dashura e vetë zbulon që ai po e tradhton. Pse vjen këtu më bënë si playboy, le të vazhdoj, është puna ati, është loja ati, s'ka gjë, s'ka pse i përfshiem, pse i përzijem. Si që thema, po për zotin e madhë, ndjej që nuk po i shef gjërat qartë. O ju Gerta, ju nuk e shif një qartë, si nuk e kuptoni. Me shumë emocion, edhe është një emocion që të dëmton vetëm ty. Pse mendon se nuk i shoh, qarë nuk shoh qartë, si pas teje? Qarë mendon ti se nuk shoh qartë? Po të pyes, sinqerisht po të pyes. Sepse ti tregon një variant të lidhjes tuaj dhe ai po tregon një variant tjetër të lidhjes tuaj. Se ka fola ai për lidhjen tonë? Ti thua që bian e ka mikesh familje, ai tha e kam friends with benefits. Kur e tha këta? Që parë. Kështu që janë ca gjëra që sërrin dhe gjithë banorët janë kështu. Si tha bian e... Po, tha që bian e ka friends with benefits. Prandaj po të them që nuk po i shef gjërat realisht. Po, ne di që ata janë mitësi familjare shoqërore. Se di unë, po them që tha ai. Pastaj edhe familjare, ku Alba, fute që këtërurin fund tani. Po, se... Ku familja në Palma de Mallorca. Hygerta, mos më hynë disa pyetje që s'mund të flas, pa shatë zot. Janë disa punë, disa gjëra. Unë thjesht duhet të them se nuk duhet të shqetësoj, as nuk duhet të ngarkoj, as nuk duhet të ndikoj. Çfarë ka thënë për lidhjen tonë? S'kam pas lidhje. Kështu ka thënë. S'ka pas lidhje me Albën. Si jam dar nga askush, i tha Eleona. Si jam dar nga askushi, apo s'ka lidhje me Albën? Si jam dar nga askush, pra. Do me thënë, unë nuk jam dar, pra nuk ka pasur një lidhje. Jo, ndoshta e thot në aspekt tjetër. Se unë ja bëra ndarjen, ai s'ka dhënë përgjigje. Prandaj them që nuk po i shef shef gjërat me sy real. Unë e kuptoj bien kur ma thot realisht, edhe e di nga përjashta e di. E di nga përjashta e di. Se të duk sjellje pozitive ty e bia s'dje? Cila sjellje? Sjellja që po bënte? Cila? Ajo që ti ishe duke u dridhur edhe ajo vetëm qeshte edhe kërcente se kishte ardhur limi? Po, qeshte se ajo e dinte, më thoshte, më ka thënë herë tjera, qetëso, e din se këtu fjala po të vije, nuk do jetë keq, jo po kështu, jo pashtu. Ajo qesh nga gëzimi. Edhe nuk dua të flasë, nuk dua të mërzis. Ajo qesh nga gëzimi për lojën. Shumë gjëra nuk i di zemra. Thjesht, në rast ai ka thënë, unë nuk jam dar nga askushi, mund të jetë kuptimi që ai se ka dhënë akoma përgjigjen. Nuk dua të flas. Po shumë gjëra nuk i di, edhe nuk i di sakt. Tani, dua vetëm që për veten tënde të mundohesh të shkëputesh pak edhe të shohësh gjërat nga lart. Ma gjë do bëj. Jo e ndikuar emocion. E di që është e vështirë. Unë e di që do ndodhe, Gerta. Për veten tënde. Unë e di që do ndodhe, ama po e bëri prap Alba nuk toleron bë. Unë e di që do bëjë. Apo po e bëri prap Alba nuk toleron bë. Nuk ka po si historitë e vjetra, që mirë kuptoja se okej, fjala... E çfarë do bësh?
Asnjë gjë, do vazhdoj jetën time këtu. Çfarë do bëj? Presh bafshë do bëj. Po shumë bukur. Asnjë gjë s'do bëj. Si ta bëj, si mos ta bëj ti vazhdoj jetën tënde. Po, do vazhdoj shumë bukur jetën time. Pa lidhje. Tu duhet të tregosh je fort, Alba. Po, Se nuk do, sinqerisht nuk dua të të rëndoj. Mbase do edhe të rish pak vetëm edhe ta Jo, se kam problem për zotin. Por tu tregoje forcën tënde. Tu tregoj që je femër e Forca fortë. tregoj ama. Qa po më vjen forca? Që mbi emocionet, mbi ato që ndjen ti, të zgjedhësh vetveten. Zgjidh veten, Alba. Qa ti zjedh, po qa të bëj? Jo, Ta zgjidh shoh ato veten. në stop duke bësit Zgjidh playboy me veten. tjerat. Mos zgjidh ndjenjën që ti e ke në zemër, mos zgjidh dashurinë që ti ke në zemër, mos zgjidh dhimbjen, mos zgjidh vuajtjen. Zgjidh vetveten. Nuk asnjë mashkull nuk ja vlen më shumë se ty. Askush. E di që je e përfshirë, e di që mund ta duash, e gjitha me radhë. Nuk vlen asnjë mashkull lotët e tu. Okej? Përsëritja vetes të. Mashkulli është i supozuar të të bëjë të lumtur, jo të bëjë për qarë dhe të vuash. Ishim lumtur kur ishim bashkë, derisa u zbulu ajo tradhti. Me gjëra tjera ishim shumë në rregull. Nuk ti që. Nuk ti që. Ta i shkojnë ju ka thënë tjerëve, kam bia friends with benefit. Se di dhe me thënë. Se di që respekti ka pas ajo është edhe idiota i lumë me fjallët. Se di shpirt jam të edin ma mirë. Qa është aji e di unë se e kam përjetu njërë, e di që si nga trollafet. E di si nga trollafet, idioti ka thë friends with benefits. Okej. E di si nga trollafet, po okej, qofim dalim. Qofim qërë dale. Qofim qërë dale, qërë do bëje. Unë e di që janë shoqni, nuk e di që janë friends with benefits. Në aspekt seksual. Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di qa bëhet këto. E me këta deklaratat e veta si gjithmonë. Pasaj bën qërap qërat. Okay. E të shofim përse ka pas fjallën friends with benefits. Tani do shofim. Shofim që në tjera nga goja. Qërë është svetimi për fjallën friends with benefits. Unë e di që shoqnia, jo friends with benefits. Qofim tani. Që dalim asë se fjalla. Mënyra ti për të godit rjetin. O, idiot, nuk jemi më si atë ku ishim. Vazhdo ti. E gjëra që ke të bërë, idiot. Për idiot.
përqafimi. Sa më mungon përqafimi, se përqafoj dot. Sa më mungon përqafimi, se përqafoj dot. Sa më mungon përqafimi, po nuk e përqafoj dot. Po mungon përqafimi, përse përqafoj dot, idioti që në bëri. Mërë idiot që në ke bërë. Sa më kam përqafimi, po se përqafoj dot. Në shofëm prajmë që të nëzirë tani. Që budalliqe shka bërë. Prajmë duhet s'pulojmë. Budalliqet e ti. Shofëm sa burga shkri. E idiot. Vetëm prajmë i shofëm. Prime të shofim. Në vesh një fustan që duken bukur. Në vesh një fustan që duken... Në vesh fustan që duken bukur. Në dalë aty, pa lot, pa si që. Vetëm në shofë se qarbon. Edhe po pres Prime-in. Se jam me sigur që ka po budalliqe për Prime. Shko bolë, do të ku vjen? Ja, po rregulloj pak robat. Do me të lesmoni e na? Pse? Shka e mërzit? Do vi. Shka e mërzit? E di që të ndodhe. Qysh Do të ndodh? ripërsëritet historia nga ana ati. Playboy publik. O e ko drejt marti, së në nalë. Ha? A e ko drejt marë në Big Brother. Nuk më kupton. Qysh? Okej, se si din ti gjërat prandaj. Po, ti në malë kur ki botë madhe, Nuk më kupton. o të kuptoj Ka 100%. Nuk ka ludo. Prandaj se mos funksionon thjesht me logjik dhe me djemasi ku nuk i din gjë. Më pyet një ludo. Jo të arrish në përfundimet e tuja Po- pa me pyetje. Po të kam pyt. Çfarë më ke pyet ludo? Pa, po thoshte një muj e gjys, një muj ki vujt për dhuratën e tina, po? Për sinjalin, çfarë do lloj forme tjetë. Oke, në regull. Tash kë e pasa vendos marë në Big, apo? Po, edhe? Okej. Tash ti. Sjellja tina edhe sjellja jote onë si nota me ditën. Tani. I relaxed. A më Fani. pyet e mua, Alba, si e njoft me atë, si ka rrjedh, që ka ndodhë, që s'ka ndodhë, që të kuptosh realisht se çfarë po ndodh këtu, pasi ka hyrë ai. A më ke pyet njërë? Jo, po hajde, po të pres, hajde E kalzëm. po prandaj e se më pyet. Hajde, Më bëj po- pyetje që do më dish. Hajde kalzëm pytin, hajde. Jo, më pyet ti, që Oke, pyetje. si e kategorizon ti, pastaj nis flasun. Po je ca? Ha? Paketon tishat po dele, ha? Jo, po i rregulloj unë që të vishem të rregullohem. Pytja, a bar me pyt në arsy labinotit a amet? Si tjetë, a më lab, do marrësh diçka se kam gjërat shumë të hapme. Mos kite. A do me të pyt ajo? Po prit pra largohet pa nga këtu se mu bloku fryma më ludo, sa i nxitushëm je. Lutem mos jep presion vajzës, lutem se është Je shumë tension, prit, duro se nuk ikën koha, 2-3 sekonda, 10 sekonda, 15 sekonda. Mos e shfrytëzo gjendjen e Sa me emocionale të shpëtzumat e vajzës. pyt, tha drejt me pyt. Jo, nuk është duke shfrytzu gjendje se kena raport që i flasim me ludo në këta gjëra, për çorak. Po veç Ludo është bes prim, Alba, edhe Ka gjë, primadona. mo, kena raportin që i flasim disa gjëra. Bas ka up shkrepca! Primadona, Qa primadona? A ka mundësi mos e shfrytëzosh këtë moment për protagonizëm, thjesht bëu modest edhe më pyet modest. po ky më erdhë për zeu? Okej. Hajde pytja.
pyetja. A ki qenë me ki djalin bashk? Po, Sa? më pak se një vit. Një vjet. Çu keni kalu kohën? Shumë bukur. Atëherë Ka jeni pas do, tensionet e veta, problemet e veta, po shumë mirë. atëherë jeni do para hyrjes Big Brother, apo? Para se të hynë, më ka ardhur oferta verës, nuk doja, se thoja, unë kam një jetë që po stabilizoj gjërat e mia, kam edhe një lidhje, nuk kam se të hynë Big Brother, nuk e shifja të arsyeshme. I ka lidhur domethënë kur po. Tani, bëm neve një ndarje në shtator, atëherë u mërzitat shumë, thash, ky do vazhdo jetën e Në vet. shtator 2025. O, Ludo! Po normal që për 2025-ën po flasim. Fal. Ik, vazhdo. Po Jo, vazhdo të s'kam por nerva. zotë ka zot. Jo, ti Fal. je shumë logjik, Ludo, nuk je intuit edhe emocion, ky është problemi jot. Kur do e kuptosh njerë? Po ngop. Hajde në shtator 2025-ën i do. Atëherë kemi do Po mos përmend më viti se dije që 2025-a mos u bë matematik kur flet me një njeri me ndjenja. Okej, fal, atëherë. E kemi dos më ardh Big Ludo. në dorë, apo kur e ka nis Big? O, zot, sa më vërtet, unë po flas, më pyet, mos më përsërit fjalët e mia. Okej, po. Më pyet, Okej. mos më përsërit fjalët e Okej. mia. Okej. Flasim pastaj, të lutem, se thjesht. Okej, fal. Të lutem, flasim pastaj. Të Shtatorën i lutem. do mas një vitës, e kuptova. Të lutem, Ludo, a mund të flasim pastaj? Të lutem. Am thon kam doj me të pyet. Ke drejt, po të lutem, flasim pastaj, se thjesht nise shumë matematik, shumë logjik, Po pa s'ma futi rro kjo pritën. 24 që 25, që e ke O, pyetje shumë. Ludo! Më pak se një vit, jo më pak se 2 vite dhe prap nise të ri përsërisësh fjalët e mia. Po se njeri këtu Kur e Big Brother- pyet, Ludo, kur e pyet një njeri që është në emocion, thjesht pyet dhe dëgjo. Mos ri përsërit fjalët e mia si robot, Ludo, Okej. të lutem. Okej, 20 me shtatin me okej, Ja, pra shtator vazhdoj të njëjtën. 2025. Pra vazhdoj të njëjtën. A mund t'i bësh analizat me llafe kur ti je pa mu? Të lutem, Ludo, a po, mund të flasim pyetëm. më një moment tjetër? Të lutem. Ani, okej. Paloj teshat, dal ka dale. A mos të marrok logjika që këtu djene, a i heq djene, se më të kuptu sa. Sepse nuk din të pyesësh, Ludo. Okej, më fal. E qysh me të pyet? Je vetëm racional, nuk je intuitiv. E qysh me të pyet, hajde. Pyet dhe dëgjo. Jo pyet, protagonizëm, pastaj dëgjo. Po hajde po e pa përgjegjen. Po, Edhe- të lutem pastaj se dua të Edhe më falë se po të tham, po unë s'kam nevojë as me pyetje, du të më kallëzoj historinë komplet edhe e kuptoj, s'kia ty O, pyetje. Ludo, a e kupton Po që ti jam s'ki në një pyetje. moment që më shkatrove nervi tim- me protagonizmin dhe me racionalizmin që po më bën në momentet mia delikate brishta? Okej, fal. Pastaj, të lutem. Kalo mirë, hajde. Aman, pse po më lë vetëm? Aman, pse po më lë vetëm? Kush ta gëzon të jetën, aman? Kom pa kom nisi ti s'kam pa të me. Qofim se si do jetë prajmi. Se mua nuk ka Baby s'kam hile Baby unë të du pa hile Unë s'kam hile Baby unë s'kam hile Ti e din shumë mirë që jem me fat ta din da i si bon të budalishe që i ban I se kupton se sa do më pasim ka kjo Mund të fitoj çmimin ai po Edhe unë ndoshta mund të fitoj çmimin. Pa i me këta gjëra ka për të gjëjen që blehet pa çmim. Qa ke, Alba? Asi gjë, po rregulloj rrobat. Shne? Se i kisha ngatuara.